Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin në kanalin e Monitor TV, këtë herë për të ndaluar tek një personazh që në fakt ne e duam shumë. Ne admirojmë shumë, ne e kemi duar trokitur gjatë gjithë jetës këtë njeri dhe i kemi dhënë dashurinë më të madhe. Do ndalojmë tek Agron Llakaj. Agron Llakaj së fundmi ka qenë i ftuar në podcastin tepër të suksesshëm nga gazetarja e nderuar Grida Duma. Në këtë podcast ku Agroni për herë të parë foli pa letra. Foli hapur, tregoi gjithçka, foli për Konstantinën e tij, bashkëshorten që sot e kësaj dite i mungon pafund. Fjala që mua më tërhoqi vëmendjen në këtë podcast ishte fjala e thënë nga vetë Agroni që nuk e di se çfarë do të kisha dhënë ta kem edhe një herë Konstantinën. Dhe unë aty e kuptova që pa marrë parasysh që ne sa do vrapojmë pas paras, sa do vrapojmë pas të ndjekim ëndrrën tonë, në jetë kemi nevojë për njeriu në zemrës, në jetë kemi nevojë për njeriu në shpirtit dhe fjalët e Agron Llakës na kanë prekur të gjithëve, lotët e gonit që nuk pushonin fare. Agron Llakaj ka ndarë një rrëfim prekës dhe rënqethës për humbjen e bashkëshortes së tij të ndjer Konstantina, e cila u nda nga jeta pas një betejë të gjatë me sëmundje. Në një intervistë të dhënë në podcastin e Grida Dumës, Llakaj foli me emocione të forta për periudhën më të vështirë të jetës së tij. Ndarjen nga gruaja që ai e quajti zemra e familjes. Nuk mora amanet nga Konstantina. Nuk pranova, thot Goni. Ka mbajtur më shumë se sa duhet. Nuk mund të pranoja idenë e ndarjes të fundit edhe të ikjes të saj. Ai kujtoi me dhimbje udhëtimin e fundit në Turqi, ku shpresat për shërim u shuan plotësisht. Kur ikëm në Turqi herën e fundit, thikën e mora unë. Doktori më mori më njanë edhe më tha se mbaroi. I thash ti më the 5 apo 6 vjet. Çdo gjë do ta shisnim për jetën e Konstantinës. Për 2 javë aktori e mbajti të vërtetën vetëm për vete, duke gënjur me qëllim që të mbronte fëmijët edhe bashkëshorten e tij nga një realitet shumë i dhimbshëm. Për 2 javë nuk e di si rrotullohesha, thot Goni. Ua thash fëmijëve dhe vazhduam të silleshim sikur s'kishte ndodhur gjë. Unë dilja në emision, qeshja në ekran, që ajo të thoshte ai qesh e unë jam mirë. Një nga momentet më të ndjera që ai ndau ishte ai lamtumirës së fundit me bashkëshorten e tij. I thash vajzës zemra e babit. Mami e meriton të ikë si një nuse e bukur. I kemi bërë grim profesional, kemi qëndruar të dy aty, duke qarë e duke e grimuar. Periudha pas ndarjes ka qenë jashtëzakonisht e rëndë për aktorin, i cili nuk e fsheu se ka kaluar momente dëshpërimi të thellë. Për shumë ditë edhe net nuk kam dashur të jetoj. Doja të ikja, t'i bashkohesha. Fëmijët më janë përgjëruar, babi, jemi ne me ty. Me këtë rrëfim të ndjer, Agron Llakaj ka prekur zemrat e publikut duke dhënë një shembull të rrallë dashurie, përkushtimi dhe dhimbje të thellë për një njeri që ka qenë pjesë e pandashme e jetës së tij. Dua të flas pak për Gonin edhe për Konstantinën. Një dashuri që nuk nisi si sot. Një dashuri që nga historia e Agron Llakës unë kam dëgjuar që ka nisur me shumë sakrifica, me shumë vuajtje si të gjithë dashuritë e asaj kohe. Një dashuri pa internet, një dashuri pa Viber, një dashuri pa Instagram, një dashuri e sinqertë dhe e vërtetë. Agron Llakaj ka ndërtuar një karrierë bazë lumturisë, mbështetjes dhe dashurisë që i fali zonja e tij Konstantina. Dhe sot unë në rrëfimet e tij shoh një zemër të thyer, një shpirt të vrarë dhe një mungesë të madhe në jetë. Goni, mos loto. Zoti i di gjërat më mirë. Ke fëmijët, ke Konstantinën që të shen nga qielli, ke njerëzit që të duan dhe ti ke dashuri të pafundme.